Tani do të flasim për aksionin kontrollues në trafikun urban të qytetit të ndërmarrë nga gjatë vikendit nga policia e Gostivarit. 30 drejtues motocikletash dhe automjetësh janë hasur në komunikacion duke mos respektuar rregullat ligjore. Ky është bilanci i aksionit kontrollues në trafikun urban të qytetit të ndërmarrë gjatë vikendit nga policia e Gostivarit. Fokusi i organeve të rendit gjatë aksionit kontrollues është vënë tek respektimi i rregullave në komunikacion nga drejtuesit e motocikletave. Përpasojnë mbi 30 motocikleta të kontrolluara janë konstatuar mangësi ligjore në pjesën ndërmuese të tyre. Në 10 raste motocikletat janë drejtuar nga persona pa leje vozitjeje. Në 2 raste motocikletat nuk kanë poseduar regjistrim valid, ndërka që ka pasur edhe raste të mungesës së pajisjeve të sigurisë dhe gjetiju. Në të gjitha 21 rastet e evidentuara, policia ka shqiptuar gjoba përkatëse. Në aksionin kontrollues 15 motocikleta automatikisht janë tërhequr nga komunikacioni, si pasojë e parregullsive të konstatuara. Në orët e mbrëmjes në intervalin kohor nga ora 17 deri ora 21, po ashtu janë konstatuar mungësi ligjore edhe në 9 automjetet e tjera, pjesëmarrëse në trafik. Lëshimet kanë të bëjnë me mospasjen e lejeve të vozitjes, posedimin e folive erësuese në përxhamat automjeteve e tjerë. Edhe në rastet e fundit policia ka iniciuar sankcione të parapara me ligj. Nga policia e Gostivarit paralajmërojnë aksione të ngjashme edhe në periudhën në vazhdim, duke dhënë theksin tek drejtimi i automjetit në ndikimin e alkoolit dhe mosdhënies së përparësisë në komunikacion.